Baltë mbi shenjtoren, kur mediokriteti sulmon madhështinë e Nën Terezës. Në një kohë kur shoqëria shqiptare ka më shumë nevojë se kurrë për modele frymëzimi, për figura që bashkojnë e jo që përçajnë, është tronditse të shohësh se si një pjesë e mediave dhe portaleve shqipfolëse, të ndjekura nga zëra të vetë shpallur analist, zgjedhin të hedhin Baltë mbi një nga figurat më të ndritura që ka njohur njerëzimi, Nëna Terezë Gonze Bojaxhiu. Pa dokumente, pa prova, pa fakte arkivore, thjesht hamendësime, gojdhëna dhe teori të ngritura mbi sensacionin e lirë për klikime. Kjo nuk është gazetari. Kjo është banalizimi i diskursit publik. Një jetë e flijuar për më të varfrit e botës. Nëna Terezë nuk ndërtoi pasuri, nuk ndërtoi pushtet, nuk ndërtoi perandori personale. Ajo ndërtoi shtëpi për të braktisurit, stre për të sëmurët, dinjitet për ata që vdisnin në rrugë pa emër. Në Kalkut, aty ku varfëria kishte fytyrën më të ashpër, ajo zgjodhi të jetojë mes atyre që bota i kishte harruar. Nuk foli për bamirësi, e jetoi atë çdo ditë. Ajo u bëzëri i atyre që nuk kishin zë. Shqiptarja që e bëri Shqipërinë të njohur në botë. Sa herë që në podiumet ndërkombëtare përmendej emri i saj, ajo nuk harronte të thoshte: "Jam shqiptare." Në një kohë kur Shqipëria ishte e izoluar, e panjohur, e mbyllur pas perdes së hekurt, ishte pikërisht një murgesh e brisht në dukje që i kujtoi botës ekzistencën e një populli të vogël në Ballkan. Ajo nuk kishte detyrim politik ta bënte këtë. E bëri nga identiteti, nga rënja, nga krenaria, sulmet pa fakte, simptome e mediokritetit. Të sulmosh një figurë të përmasave të saj pa prova, nuk është guxim intelektual. Është varfëri intelektuale. Është shumë më e lehtë të rrëzosh mite sesa të ndërtosh vepra. Shumë më e lehtë të shpifësh sesa të sakrifikosh jetën për të tjerët. Kur njerëz që nuk kanë lexuar asnjë biografi serioze, asnjë studim historik, asnjë dokument kishtar apo arkivor, marrin përsipër të çmitizojnë Nën Terezën, problemi nuk është tek ajo. Problemi është tek niveli i debatit që ata përfaqësojnë. Kush ka nevojë për armish? Një kom që baltos shenjtorët e vet, nuk ka nevojë për armish të jashtëm. Kur figura që kanë ngritur emrin shqiptar në skenën botërore sulmohen nga vetë shqipfolësit, atëherë kemi të bëjmë me një krizë identitare, kulturore dhe morale. Sepse kritika serioze bëhet me dokumente, me arkiva, me argumente, jo me thashethe me tavolinash portalesh. Shenjtore për botën, nder për kombin. Shenjtërimi i saj nga Vatikani nuk ishte akt propagande, ishte njohje e një jete të jashtëzakonshme shërbimi ndaj njerëzimit. Çmimi Nobel për paqe nuk jepet për imazh, jepet për vepër. Dhe vepra e saj është e dokumentuar në mijëra dëshmi, institucione, misione dhe jetë të shpëtuara. Përfundim. Mund të mos biesh dakord me çdo figurë historike. Mund të analizosh, mund të studiosh, mund të debatosh, por të hedhësh Baltë mbi një grua që ja kushtoi jetën të varfërve, që e bëri emrin shqiptar të dëgjohej me respekt në çdo kontinent, pa asnjë provë, kjo nuk është debat. Është turp. Dhe turpi nuk i mbetet asaj. I mbetet atyre që flasin. Sepse figurat e mëdha nuk rrëzohen nga baltosjet e vogla. Përkundrazi, ato vetëm zbulojnë vogëlsinë e atyre që i hedhin.